Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë para pak ditësh se vendimin për të garuar apo jo edhe për një mandat tjetër do ta marrë vetëm duke pasur parasysh interesin e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Mandati 5 vjeçar i presidentes Osmani përfundon në 7 prill të vitit 2026. Në vitin e ardhshëm do të diskutojmë për këtë çështje. Gjatë gjithë karrierës sime politike kam punuar gjithmonë duke pasur parasysh interesin e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Asnjëherë asnjë vendim im politik nuk është bazuar në kalkulime për atë se ku do të jem unë, por vetëm se ku do të jetë Kosova dhe qytetarët e saj, tha Osmani për mediat në Prishtinë. E për këtë temë në një prononësim për bota sot foli opinionisti Det Preçi. Së pari i vlerësoi figurën dhe punën e Osmanit, derisa kjo fundit nuk i shërbeu elitës politike që qëndroi një kohë të gjatë në pushtet për të realizuar ambicjet e veta partijake. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani pyetet nga gazetarët e vendit shpeshherë për kohën e fundit se ato të garojë edhe një herë në mandatin e presidentes së vendit, e cila me të drejtë dhe përgjigjet shumë qartë se për interesin e Kosovës dhe qytetarëve të saj do e marrë edhe një mandat. Kosova dhe shteti i saj nuk duhet të varet vetëm nga një elitë politike e cila shërbeu një kohë të gjatë në pushtet për të realizuar ambicjet e veta partijake dhe klanore dhe pushtetin e vete konsideruan të përllogaritur përmes ngjesive dhe luksit, ku një pjesë e madhe e tyre u bën milionera për një kohë të shkurtër në kurrizë të popullit. Por kësaj elite politike nuk i shërbeu presidenti Osmani dhe prap akuzat, shpifjet, sharjet dhe shantazhet e papazuara nuk pushuan, të cilat janë elemente të ulta ndërnjerëzore që rrisin djallësinë, shpirt ligësinë dhe ndasinë në mesin e shoqërisë tonë, e në veçanti kur ato i trajtohen të fyejnë gjininë femërore apo gruat tonë shqiptare. Krahas kësaj, Preçi foli dhe për akuzat që kundërshtarët politik të presidentes po ja bëjnë asaj. Sipas tij, kjo është një zbrazje e urrëtieve personale që nuk lidhen me çështjen e problemeve. Revanshet e kundërshtarëve ndaj presidentes Vjosa Osmani janë akuza që nuk kanë të bëjnë me substancën e problemet, por janë zbrazje të urrëtieve personale dhe ndërpartijake, të cilat sjellin përçarje të dëshirojnë qëllimisht ta shndrojnë çështjen e zgjedhjes së presidentit apo presidentes në arenë të kundërshtimeve dhe të shtigmit të këtij shteti. Shoqëria jonë duhet të ndihet krenare me anazhimin dhe pjesëmarrjen e gruas dhe femrave shqiptare në aktivitetet politike dhe institucionale, duke mos lënë anash rolin e femrave tona në shumë aktivitete kulturore e sportive, ku kanë rrëmbyer dhe medalje të arta dhe janë bërë kampionet të botës dhe ambasadore të para, duke validitur flamurin e Kosovës edhe në ato vende ku nuk e kanë njohur shtetin e saj, vlerësoi ai. Në vazhdim, opinionisti laptoroi punën e Osmanit në rrafshin e politikës së jashtme, duke cilësuar si një grua me aftësi për të kaluar pengesat dhe sfidat. Zonja Vjosa Osmani është personaliteti më i votuar i grave në politikën shqiptare dhe një nga femrat intelektuale dhe profesionale me merita të veçanta, e cila arriti të bëhet kryetare e parlamentit dhe pastaj edhe presidente e Kosovës, duke treguar shembullin më të mirë në shoqërinë tonë demokratike, po ashtu dhe në shoqërinë rajonale. Presidenti Osmani është zonja dhe ka aftësinë për të tejkaluar prigjet dhe pengesat e cila me kriterinë e tij dhe njerëzore mund të hyjnë në marrëdhënie me gjithë botën demokratike në kryerjen e detyrave që rrjedhin për shtetin dhe popullin e këtij vendi. Osmani ishte aktive në politikë dhe marrëdhëniet e jashtme, duke komunikuar dhe përforcuar marrëdhëniet me shumë vende të botës dhe me SBA-t, po ashtu dhe unifikuese me popullin e vet pa dallim. Ndër të tjera, ajo i ftoi të gjithë presidentët e vendit në një konsultë me rast, si asnjëherë më parë, kjo e krijoi një kulturë dhe model të këtij lloji, që nuk kishte ekzistuar ndonjëherë më parë në vendin tonë, nënvizoi Preçi. Ndër të tjera, ai tregoi se cilat janë gjasat që Osmani ta marrë edhe një mandat të dytë si president. Këtu përmendi raportimet se Osmani ka prishur raportet me vetvendosjen dhe listën Guxholli, që sipas tij kjo nuk qëndron. Opinionisti tha se gjërat në realitet janë krejt ndryshe dhe nuk ka asnjë çarje brenda tyre. Dhe vjen pyetja, sa ka që gjasa që Vjosa Osmani të marrë një mandat të dytë, duke parë se nuk ka raporte të mira sikur më herët me LVV-n dhe lëvizjen Guxho. Nëse e kemi parasysh këtë gjë, mund të provojmë qoftë të një përkim që të gjejmë një figurë të presidentit apo presidentes që do ta sjellë populli dhe shteti i Kosovës. Edhe pse, ndonjëherë na duket se i gjetëm një figurë unike dhe apolitike, por kjo ndodh vetëm atëherë kur në themel të kërkimit kemi vënë kriteret të veprimit shoqëror, të kulturës, të jetës dhe të thellësisë së besimit njerëzor. Dhe nëse shkojmë në thelbin e kësaj çështje, në fakt, për ta parë këtë përtham kemi nevojë për atë mpretësi shikimi dhe zgjedhje që emërohet me cilësi dhe aftësi të atij personaliteti, duke hedhur poshtë lidhjet dhe hanimet partijake, familjare dhe të tjera.
Lëvizjave dhe vendosje dhe lista Buzo nuk i kanë të prishura raportet me presidenten Vjosa Osmani, por më shumë këto raporte janë zbehur nga mediat e disa gazetarë që atë bërë argat të opozitës. Dhe këto raporte kanë rënë në sytë të popullit edhe si trillime, të cilat në realitet janë krejt ndryshe dhe nuk kanë asnjë qarje brenda për brenda tyre, kur tihet se momentalisht presidentja nuk i takon dhe asnjë partie politike, përmbylli dhe të preqi.